Në një përpjekje për të mbledhur 1 milion nënshkrime në favor të krijimit të Shqipërisë natyrale, ka hyrë filozofi shqiptar Koço Danaj me vendet evropiane jashtë Shqipërisë. Në një intervistë me agjencinë e lajmeve gjermane DPA, Danaj, i cili kundërshton termin Shqipëri e Madhe, shpjegoi se duke përdorur Shqipëri natyrale do të sigurojë paqen e Ballkanit dhe argumentoi se përndryshe ekziston rreziku i shpërthimit të një lufte të re ballkanike. Nuk mund të ketë paqe pa një Shqipëri në kufijtë e saj etnike, tha ai dhe sugjeroi që të organizohet një konferencë ndërkombëtare e cila do të anulojë vendimet e konferencës së ambasadorëve të vitit 1913 në Londër. Më pas Shqipëria dhe Kosova duhet të krijojnë konfederat e cila në fund të fundit duhet të bashkohet me shqiptarët e Maqedonisë dhe Malit të Zi. Pas dëbimit masiv të shqiptarëve në çmëri, pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Greqia duhet të lejojë kthimin e këtyre njerëzve. Së fundmi, të gjithë shqiptarët do të bashkohen në një shtet. Ky projekt ka qenë kodifikuar në preambulin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, pohoi Danaj.